Policia e Tiranës i ka kërkuar zyrtarisht Spanjës informacion për të zbuluar lëvizjet e Gilmando Dani dhe Muçi Shaljanit për qëndrimin e tyre 4 ditor në Barcelonë. Që pas atentatit, policia ka kryer kontrolle në disa zona të ndryshme: Tiranë, Kamës, Nikël dhe Fushkruj. Kontrolli u ushtrua në godina të braktisura tek personat e skeduar më herët, por pa asnjë rezultat. Gjithashtu janë shoqëruar të paktën 15 persona, kryesisht familjarë të viktimës dhe të plagosurit. Ekspertiza paraprake nga morgu i Tiranës ka nxjerrë se Gilmando Dani ka marrë 20 plumba në trup, ndërsa në vendngjarje janë gjetur mbi 80 gëzhoja. Automjeti ku ishte viktima dhe i plagosuri është hapur një ditë më pas në pjesën e bagazhit. Megjithatë, brenda saj nuk është gjetur asgjë e paligjshme. Grupi hetimor nuk ka ende asnjë gjurmë nga autorët, të cilët mjetin e djegën në fshatin Halil në Fushkruj dhe nga aty u zhdukën. Makina Toyota e përdorur nga autorët në krim është vjedhur po ashtu në Greqi 2 vite më parë, më datë 22 tetor të vitit 2023. Shkuara kriminale është pikërisht pista e hetimit për atentatin mafios që i mori jetën Danit, i njohur si krau i djathtë i Shullazit. Dani ka një histori të gjatë me ngjarjet kriminale, që për vitin 2006 kur u shpall në kërkim për armbajtje pa leje. Gilmando Dani i ka shpëtuar 2 atentateve, një në vitin 2011 dhe një tjetër në vitin 2015, kur ishte në shoqërinë e vet Shullazit. Në tetor të vitit 2024, ai u lirua nga burgu pas një vendimi gjykate për lirim me kusht për shkak se kishte kryer pjesën më të madhe të dënimit prej 12 vite burg në akuzën e gjobënjes.